Pikërisht me këtë gjuhë. Por le ta marrim e ta vlerësojmë realisht si ç'është. Më thoni përse Shqipëria e dizenjon Gardën Islamike Revolucionare si një organizatë terroriste. Sepse është një organizatë terroriste, kjo duhet jetë analiza që duhet jetë bërë, apo jo? Dhe një organizatë terroriste vepron në mënyra nga më të ndryshme dhe aktet subversive janë element të luftës asimetrike që zhvillohen nëpërmjet terrorizmit. Pra, injorimi i gjithë këtyre fakteve është një gjë që nuk vlen për vendin tonë. Nuk na shërben. Absolutisht nuk duhet për hap panik, por duhet i them të gjithëve që Shqipëria ka nevojë të veprojë jo në bazë të interesit dhe vullnetit të një individit vetëm apo se i membet ti. Duhet veprojë në bazë të institucioneve. Shqipëria nuk ka më kushtetut, nuk ka më institucione. Dhe duke qenë kështu, ne duhet patjetër që ta ngrem këtë lloj shqetësimi dhe ta kërkojmë që të mblidhen të funksionojnë institucionet, pavarësisht nga debati që kemi me njëri tjetrin. Kjo çështje nuk është çështje debati politik. Kjo është një çështje e mirëfillt sigurie që kërkon njerëz që merren me këtë çështje, që janë të ngarkuar me përgjegjësinë ligjore për këtë çështje, të ulen, diskutojnë dhe dalin me një gjykim të përbashkët, duke marrë edhe informacionin nga shërbimet partnere. Paralajmërimi që ambasada amerikane është shumë konkret. Ka të bëjë jo vetëm me qytetarët amerikanë, siç përpiqet interpretohet, që bëjnë paralajmërime her pas here, por ka të bëjë edhe me sulme të mundshme karshi subjekteve të ndryshme, por edhe pjesëtarëve të rezistencës iraniane. Dhe në atë kohë, para 2 vjetësh, është pretenduar nga një pjesë e kolegëve të mi që kishin marrë informacionet se Irani po përgatitej për të sulmuar Shqipërinë që përpara 2 vjetësh. Ose kanë gënjur atëherë, ose gënjejnë tani. Prandaj, për të mos ngelur në kuadër takshatemesh apo gjykimesh të sipërfaqshme, apo dhe një debati pa bukë në Kuvendin e Shqipërisë, i takon institucione të cilat merren me këtë çështje për ta trajtuar me seriozitet dhe për të kërkuar të gjithë bashkëpunimin që duhet me vendet e NATO-s për të shmangur çdo lloj agresiviteti të mundshëm dhe ndërhyrje në infrastrukturë kritike apo në sigurinë që kanë të bëjnë me jetën e qytetarëve shqiptar. Zoti Metiu, fakti që Shqipëria ka shpallur veç Gardën, ka shpallur dhe Republikën e Iranit si shtet sponsor terrorizmi. Pra jemi shteti i dytë në botë që me një vendim kuvendi, parlamenti ose kongresi pas së jemi ne që e shpallim zyrtarisht shtet sponsor terrorizmit. Është kjo dhe një arsye më shumë për këtë rrezik, për këtë kërcënim që vjen nga Irani, apo është vetëm prezenca e mujahedinëve në Shqipëri që e bën këtë rrezik? Shumë komplekse, se po ta shikoni në mënyrën si po vepron Irani. Irani nuk ka pas probleme me Arabinë Saudite, apo me Emiratet Bashkuara, apo me Katarin, apo me Kiprin, apo edhe me Turqinë. Biles Turqia ka qenë vendi i cili ka pasur marrëdhënie shumë të mirë me Iranin. Dhe kanë pasur probleme, sepse interesi i Iranit sot, përfshi edhe ngushtisën e Hormuzit, është për ta kthyer këtë lloj konflikti në një konflikt global. Dhe kudo që të mundet që shikoj vulnerabilitete dhe shtete që mund t'i atakojë, që janë partnerë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, do ta bëj këtë në mënyrë të vazhdueshme. Dhe hezitimi një pjesë të Bashkimit Evropian për të marrë qendrime të cilat i ka marrë Shqipëria, padyshim kanë të bëjnë pikërisht me këtë konfigurim të kërcënimeve dhe të sigurisë. Ka 2 logjika, ose ne vërtet konsiderojmë regjimin iranian si sponsor terrorizmit, edhe Gardën Revolucionare si organizatë terroriste, dhe këtë e bëjmë sepse kemi bindje që ky është një kërcënim që nuk vjen vetëm për Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe për vende tjera të NATO-s, përfshi dhe Shqipërinë, ose kemi bërë thjesht për një interes politik të momentit, për një lloj shfaqje, do të thonë që ne jemi krah Shtetet Bashkuara të Amerikës, por pa menduar fare se kush janë, do të thonë, elementët të cilët duhet ta shoqërojnë qëndrimin tonë. Dhe dalësh sot në parlamentet tuaja që presidenti Trump po bën këtë, po bën atë, Trumpi e bën qartësisht për interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës, e bën qartësisht për sigurinë globale, e bën qartësisht për të mbrojtur edhe vendet e Bashkimit Evropian e tjerë me radhë, por mos harrojmë që do të thënë çdo vend duhet të ketë elementet e vet të sigurisë kombëtare që duhet i garantojë në atë nivel, e cili i jep pasaj mundësinë që brenda kuadrit NATO-s garantojë edhe një siguri tjetër plus që vjen nëpërmjet artikullit 5 të NATO-s. Por përpara artikullit 5 që kërkon konsensus, është artikulli 3, është artikulli 4. Pra duhet patjetër që në këtë situatë që jemi ne duhet dimë se kush janë veprimet tona. Ne dalim sikur jemi vendi me garancitë më të mëdha të sigurisë kibernetike dhe prap, do të thonë hakerimi i institucioneve qendrore është kthyer në një fenomen normal dhe ne pajtojmë me të keq. Ne dalim dhe deklarojmë që s'kemi marrëdhënie diplomatike me Iranin dhe kujtojmë se kjo është një lojë diplomatike deklaratash. Ne kemi kërcënime drejt për drejta nga lideri suprem, ish lideri suprem i Iranit dhe prap nuk e marrim seriozisht. Ne kemi informacione që vinë për, do të thonë, qëllime të caktuara nga në Iran dhe prap si marrim seriozisht. Pra, si thënë gjërat
hakur dhe shkoqur, të gjitha këto informacione që si unë edhe ju i merrim tepër nëpërmjet medias, duhet patjetër që të jenë informacione që duhet analizohen në institucionet e sigurisë. Unë dëgjova dhe ministrin e jashtëm dhe ja thash, nuk është ministria e jashtme që ka monopolin e sigurisë kombëtare. Kemi fol me Washingtonin, kemi fol edhe me ambasadë. Tjetri thotë që s'kemi probleme, tjetri thotë që kemi fol me NATO. Këto nuk janë çështje të një diskutimi, do të thosha privat apo vetëm të një institucioni të caktuar. Janë çështje të një koordinimi institucional. E them edhe një herë, siguria kombëtare nuk është